duke llogaritur në krejt kapacitetet e mundshme dhe vlerësimet e mundshme se mbështetja me resurse në kupton pavarësi të gjyqësorit. Është i jashtëzakonshëm buxheti. Në gjitha parametrat ndërkombëtare, pagat që realizon sistemi gjyqësor për gjyqtarët dhe administratën në princip nuk kalkulohen si buxheti i gjyqësorit. Sepse është një evidencë, një dhënë që vlen për gjithë administratën shtetërore. Dhe në qoftë se shikojmë buxhetin tonë, ne realizojmë në 2025 36 milionë euro parafasisht buxheti i sistemit gjyqësor, 28 parafasisht janë pagat e sistemit, 8 është pjesa për zhvillimin, ku janë subvencionet, kapitalet, mallat, shërbimet e tjera. Ndërkohë që ne kthejmë me taksat dënimet, ekzekutimin dënime, 11 milionë euro në buxhetin e vendit. Ndërkohë që diferenca mes kërkesave tona dhe miratimit në qeveri dhe në kuvend është 12 milionë euro. Pra, buxheti dhe mungesa buxhetit e kufizon kapacitetin. Mungesa kapacitetit e kufizon rezultatin ose performancën. Mungesa e performancës e dikton besimin e publikut në sistemin gjyqësor. Dy shembuj thjesht. Harta gjyqësore e sistemit tonë është ndër hartat më të shtrira në të themi në gjithë vendet e krahasura, pavarësisht që ne kemi distanca të afërta nga një komunë në komunën tjetër ose nga një gjykatë në gjykatën tjetër. Që kupton që kur të kesh një hartë horizontale, duhet me pas më shumë gjyqtarë se sa në fakt ka vendi tjetër që ka hartë më të koncentruar. E dyta, ne kemi marrëveshjen e Brukselit që kupton 48 gjyqtarë do të jenë nga komiteti serb. Pra, kjo është do duhet ishte kuotë shtesë në kuotën e gjyqtarëve. Ndërkohë që pavarësisht këtyre dy faktorëve, ne jemi vendi që jemi nën mesatarë në vendet e ballkonit perëndimor. Pra, gjithë vendet që janë në kuotën 29 gjyqtarë parafasisht për 100.000 banor, ne jemi 24, 26, varësisht nga viti që e morëm si vlerësim. Dhe e dyta, në 2018 është miratu ligji për gjykatat. E ka miratu Kuvendi i Republikës Kosovës. Ka garantu një bashkëpunëtor profesional minimumi për një gjyqtar. Ne ende kemi sot 148 bashkëpunëtor minus për numrin e gjyqtarëve që kemi. Ndërkohë që edhe numri i gjyqtarëve kemi më pak se kuota minimale e vendet ballkonit perëndimor. Prandaj pa dashur me vendos, si u thon, në fokus edhe çështje të tjera që lidhen me teknologjinë, që është e domosdoshme, sepse ne nuk jemi në sistem me logjistikë e teknologji 200 vjet, por kemi 25 vjet. Dhe njëkohësisht ndryshimet në kodin e procedurës penale që garantojnë mbrojtje gjyqësore me buxhet të gjyqësorit. Pa përjashtu këto edhe subvencionet që duhet jenë për dënuarit me vendim të palishëm. Pra, definitivisht, buxheti i gjyqësorit është në kuotën minimale të ekzistencës, 1% në pjesëmarrjen e përgjithshme të buxhetit të vendit. Po kthehemi te kapacitetet e menaxhmentit të gjykatave. Sa kanë kapaciteti menaxhmenti i gjykatave që t'i adresoj sfidat e gjyqësorit, por edhe që t'i zbatoj politikat e Këshillit Gjyqësor që në këtë periudhë në vitet e fundit e kemi pa pra një dinamik krejt tjetër të Këshillit Gjyqësor që ka pas pra vazhdimisht aktivitet dhe politika të cilat janë miratuar, por zbatimi i tyre në praktik le hapësirë. E themi kanjherë që veprimet ose aktivitetet që ndërmorën në 5 vite do duhet kishin një shtrirje kohore prej 20 viteve. Pra ka pas një dinamik në ngarkesë, ta themi, dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë pjesë. Edhe ka pas tension, edhe ka pas gjykim, kanjherë ka pas pak kënaqësi. Por nëse shikoni sot mënyrën si administrojnë gjykatat tona, do të vrejni diferencën mes një gjykate dhe një gjykate tjetër. Dhe për fat keq duhet me pranu ne gjithë që në përgjithësi në institucionet tona në Republikën e Kosovës vazhdon me të qenë i rëndësishëm drejtuesi i institucionit. Ndërkohë që unë besoj që duhet të qenë e rëndësishme struktura e institucionit. Drejtuesi mundet me diktu dinamikën, po jo gjithë procesin e zhvillimit në institucioni. Prandaj ne kemi punu fort me Asamblenë e Kryetarit të Gjykatave, që fillimisht planifikimin me bu KGK-ja, por ka ardhur koha që gradualisht disa përgjegjësi që ne i kemi zbatu dhe që në fakt
ma shumë është identifiku KGK se gjykatat, dhe gjithmonë e themi që qytetari dënë po gjykatën, jo KGK, ka arë koha që gradualisht përgjithësitë e administrimit kthehen te kryetarët e gjykatave. Mirë po, kemi has pak në vështirësi me thonë drejtën, për shkak se për kohë gjatë ka dominu koncepti klasik i administrimit gjykatës, ku kryetari i gjykatës dhe administratori dhe pjesa tjetër e menaxhmentit janë marrë vetëm me përgjegjësitë bazë të gjykatës, ndërkohë që sistemi aktualisht kërkon që në kryetari i gjykatës dhe në menaxhment gjykate të jetë në radhë por planifikues për gjykatën, të ketë objektiva të qarta të gjykatës, të ketë monitorim plot mbi punën dhe aktivitetin e gjykatës në gjithë dimensionet e saj. Të ketë koncept qartë për vlerësimin e administratës dhe zhvillimin e administratës, vlerësoj në mënyrë të duhur nevojat e gjykatës për trajnime, për zhvillim dhe për çështje, dhe ta prezantoj në mënyrë reprezentative punën e gjykatës. Kjo sigurisht që nuk ka qenë e thjeshtë dhe ne edhe me mbështetjen që kemi pas, po themi gjithmonë prej partnerëve, kemi tentuar me ndërtu gradualisht këtë koncept dhe me zhvillu edhe këtë përgjithësi që në momentin kur dikush konkuron për një pozitë drejtuese në gjykatë, me kuptu që në fakt përfaqëson veç përgjithësi, asnjë lloj privilegji. Pra nuk është njëjtë si kryetari i gjykatës në 2025 ose 2026 dhe kryetari i gjykatës në 2016. Në 2016 ka qenë një koncept ndryshe administrimit, në 2026 është një koncept ndryshe administrimit në baza ditore në kryetarin e gjykatës. Ka komunikim me KGK-n. Në baza ditore ka komunikim me gjithë shefët e departamenteve dhe degëve të gjykatave. Në baza ditore ka komunikim me gjyqtarin e gjykatës përkatëse. Dhe kjo në fakt e ngarkon menaxhmentin e gjykatës, prandaj ne kemi bërë përpjekje që me ndërtu një strukturë qartë edhe në administratë në nivele, 4 nivele të menaxhmentit për ta distribuar përgjegjësinë. Sepse është e pamundshme një kryetar gjykate me 50 gjyqtarë në baza ditore me përcjell punën e secillit. Pra ka shefin e departamentit, ka kryetarin, ka shefin e divizionit, ka administratorin e gjykatës dhe ka shefat e shkrimorës dhe përgjithësi të tjera. Prandaj po besoj që do të miratojmë gjatë këtyre 2 muajve, domethënë sepse është në fazën e fundit edhe akti i ndërveprimit KGK-s me sekretariatin, një sekretariatit me gjykatat dhe gjykata me KGK-n dhe sekretariatin në këtë rast, për shkak se në shumë raste niveli i komunikimit pra e ka pengu në mënyrë të mirëfillt zbatimin e politikave. Pra e themi kështu dikon në mes të strukturës ka ekzistuar një pengjes që ka pengu që politikat e KGK-s të mrinë deri te zyrtari i fundit, por njëkohësisht ka pengu që dhe problemi nga zyrtari i gjykatës më të lartë të vijë deri në KGK. Besoj që ky koncept që ne kemi ndërtu në administrim ka me mundësu një ndërveprim shumë organik dhe një ndërveprim shumë llogaridhënës në nivel të gjykatave. Çka do të përfshi në përmbajtje këtë ky koncept pra ku parashihet ndryshimi që do të bëhet, sepse në të kaluarën kemi pas shumë kompetenca të gjykatave për cilat në fakt mbasi është bërë decentralizimi, janë kthyer dhe janë centralizuar në Këshillin Gjyqësor. A kemi të bëjmë diçka në këtë drejtim që do të më duhet të thonë që ajo ka qenë një çorëditje e sistemit. Pikërisht po them ka qenë një çorëditje sepse lëvizje në drejtim s'ka. Ka nxit një val punësimesh pa kriter dhe... Këto kompetenca pra që shumë në gjykata... Unë zbesoj që punësimi është, si me thonë, çështja më e rëndësishme në administrim. Në fakt në çat periudhë besoj që planifikimi, monitorimi dhe zbatimi është koncepti strategjik i rezultatit. Pra s'ka të bëjë në lidhje me ato që ka ndodhur. Do të thënë, na jemi vend i vogël dhe organizat njëkohësisht i vogël.